Çmimi I naftës në vend është shtrenjtuar me rreth 30% në mars, duke u tregtuar me 224 lek për litër, nga 170-175 lek për litër në fund të shkurtit. Rritja erdhi pas fillimit të krizës në lindjen e mesme, që e çoi treguesin referencë Brent nga $65-70 për fuqi në mbi $100 për fuqi. E ardhmja mbetet tërësisht e pasigurt, me autoritetet e Bashkimit Evropian që kanë paralajmëruar se Europa duhet të përgatitet për një goditje energjetike afatgjatë. Shqipëria pritet që të goditet më shumë se gjithë Europa për dy arsye kryesore. Së pari, çmimet e naftës në vlerë absolute janë ndër më të shtrenjta në botë. Sipas përditësimit të Global Petrol Price të datës 30 mars, nafta në Shqipëri është e 11-ta më e shtrenjta në botë, gati e njëjtë me vende si Zvicra, Danimarka, Holanda. Në raport me fuqinë blerëse, nafta është dyfishme e shtrenjtë se rajoni dhe 7 herë më e shtrenjtë se Holanda, që në vlerë e ka naftën gati njësoj sa ne. Arsyeja kryesore e diferencës me rajonin është ngarkesa në taksa, që tek ne është 2 herë më e lartë. Arsyeja e dytë dhe po një lloj, në mos më e rëndësishme, është numri I lartë I mjeteve në vend që furnizohen me naftë. Sipas të dhënave nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rrugor, DPSTRR, deri në fund të shkurtit, në vend kishte aktive 1.06 milion mjete. Nga këto, rreth 732.000 ose gati 70% e totalit, përdorin naftën si lëndë djegëse. Rreth 210.000 automjete, ose gati 20%, përdorin vetëm benzinën, e cila ka pësuar një shtrenjtim minimal në raport me naftën, duke u tregtuar me 181 lek për litër, nga 173-175 që ishte përpara krizës, me një rritje prej 3 në 5%. Rreth 84.000 përdorues I kanë automjetet me gaz, apo 8% e totalit. Edhe gazi automjeteve është shtrenjtuar 2 herë në mars, gjithsej me 20 lek për litër, duke arritur nga 55-60 lek para krizës në 75 lek aktualisht, me rritje mbi 30%. Ndonse regjistrimi I makinave elektrike po vjen në rritje, sidomos në mars, pas shtrenjtimit të naftës, pesha e tyre ndaj totalit mbetet minimale, në vetëm 1.3%, me rreth 15.000 mjete elektrike që qarkullojnë në vend, nga mbi 1 milion në total dhe 8.000 të tjera që janë hibride, karburant plus elektrike. Pesha e autoveturave në qarkullim me naftë në Shqipëri është ndër më të larta në Europë, me këtë të fundit që prej vitesh është orientuar drejt benzinës dhe mjeteve elektrike. Sipas të vënave të Eurostat që janë të disponueshme për vitin 2024, rreth 40% e flotës automjeteve që qarkullojnë në BE dhe vendet e tjera të zhvilluara jashtë BE ishin ende me naftë, teksa pesha e tyre po ulet me shpejtësi. Në Europë, rreth 54% e makinave që janë aktive përdorin benzinën si lëndë djegëse dhe rreth 6% janë elektrike ose hibride. Shqipëria renditet e treta në Europë pas Malit të Zi dhe Bosnjë-Hercegovinës për peshën e lartë të mjeteve që përdorin naftë. Ndryshe nga shtetet e tjera që po e ulin peshën e mjeteve me naftë, në Shqipëri ajo vijon të jetë e lartë. Në 2024, në vend 66% e regjistrimeve të reja ishin me naftë, më e larta në Europë.